Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur komentimet e ditës së sotme. Sot do të startojmë duke komentuar Big Brother VIP Kosova 4. Çfarë do të ndodh sonte? Sonte është një natë e gjatë, është një natë e mrekullueshme. Sonte është një natë me shumë energji pozitive. Fillimisht një herë për herë të parë në këtë edicion do të përzgjidhet finalisti i parë, do të thënë një nga banorët, të cilët kanë mbetur brenda shtëpisë, njëri sonte do të shkojë në finale. Dhe sipas të gjitha investigimeve që ne kemi bërë në këndin e gazetarisë, kemi arritur të kuptojmë që banori i cili është më i votuar është Labinot Rexha. Do të thënë Labinot Rexha pritet që sonte i pari të shkojnë në finalen e madhe, e cila do të mbahet më datën në 27 shkurt. Në fakt, Labinoti ka qenë një ndër banorët që ka patur një javë më të ngjeshur, ka patur një javë me shumë dinamika, por siç duket publiku shqiptar i vlerësoka këto momente, i vlerësoka banorët të cilët në një mënyrë janë para aktit të kryer. Do të thënë Labinot Rexha është banori, sipas informacioneve që kemi arritur të sigurojmë deri më tani, që është më i votuari. Unë mendoj që Labi e meriton. Labi ka kaluar shumë sfida brenda asaj shtëpie. Le të them që ka qenë aleancë në kuptimin e luftës, aleancë në kuptimin e zgjuarsisë, bashkë me Albën, kanë logjikuar jashtëzakonisht shumë lojën. Do me thënë, Labi na bindi që kur një gjë e dashuron, e do shumë, me patjetër që e arrin. Do me thënë, mendoj që e ka dhënë shpirtin për atë lojë dhe e meriton që të jetë në finale, por, me të drejtë mund të ndryshon diçka produksioni, në qoftë se banorët janë më të votuar dhe për të mbledhur votat gjithmonë, për shembull nëse e kthejmë në kohën e Luizellit, Luizi nuk ka shkuar në finale që në javën e parë, sepse produksioni dëshironte që të merr më së shumti vota dhe e la më mbrapa. Tashi nëse Labi është vërtet më i votuari, ka shansa që sonte për shembull mund të shkojë londrimi dhe Labi mund të shkon në javën tjetër në qoftë se hapet një televotim për finalistin e dytë që me patjetër duhet bërë. Do të thënë kjo është një logjik se si mund të funksionon Big Brother. Tani sonte duhet të kemi edhe një linjë jete. Në fakt, një linjë jete e cila nuk është transmetuar akoma në këtë Big Brother është linja e jetës së Labinot Rexhës. Labinoti pati një takim me gruan e tij në kuadër të lajmit që qarkullonte jashtë shtëpisë së Big Brotherit për një martesë që ai ka patur me një sërbe. Sonte pritet, domethënë, që të tregohet linja e jetës së Labit, edhe ndoshta dhe Labi do të takoj familjen e tij përsëri, që duket fati i tij e bëri që Labi të jetë banor i privilegjuar brenda kësaj shtëpie për të takuar familjarët dy herë. Më pas do të kemi diskutime jashtëzakonisht të mëdha, do me thënë komente rreth atyre diskutimeve që po ndodhin brenda në shtëpi. Për shembull, ka patur një zënk të madhe mes Klodit edhe Benitës, sepse Benita, edhe pse nuk e pranon, por unë e kam dëgjuar me veshët e mi, do me thënë ajo bisedon me banorët dhe tregon që me Klodin janë puthur, do me thënë janë puthur edhe në dhomën e rrëfimit. Tani, nuk e kuptoj pse e bën Benita këtë gjën. E bën për ta bërë xheloze Elionën, sepse Klodi ka krijuar një afrimitet më të madh me Elionën dhe Benita mendon që nëpërmjet kësaj gjëje mund ta ftoj Klodin nga Eliona, apo cili është qëllimi. Sonte do të qartësohet kjo gjë, në qoftë se Klodi e ka puth Benitën. Tashi ne realisht, sepse vllau i madh me qendër na e kishte treguar këtë puthjet, ne një puthje e kemi parë, nuk është që nuk e kemi parë. Ne kemi parë një përqafim që Klodi i ka dhënë Benitës natën kur ajo ka qenë e mërzitur, natën kur ajo ka qenë e trishtuar, që përdori shumë alkohol në kohën kur vëllau i madh bëri partin. Do me thënë atë natë ne kemi parë atë puthjen që mund ta quajmë puthje në fakt, që Klodi ja ka dhënë Benitës, por përtej saj nuk është se kemi parë tjetër gjë, do me thënë nuk ka patur tjetër gjë përtej saj, por gjithsesi
sonte do sqarohet situata dhe pse Benita e ka përdorur këtë kartën. Unë mendoj që Benita këtë kartën e ka përdorur për interesin e saj për të dëmtuar Elionën. Nga ky diskutim dhe kjo dinamik, me patjetër që produksioni do të ndaloj te diskutimi më i madh, që në fakt ka sjell dhe zarfin e zi. Sonte kemi dhe një zarf të zi, që për zarfin e zi dyshohet të jetë labi. Banorët asocojnë, hamencojnë mendime të ndryshme që mund të ketë edhe penalitete sonte, por jo, nuk ndodh një gjë e tillë, do me thënë nuk e penalizon labin vllai i madh në këtë pikë të lojës. Tani në qoftë se nuk dëshirojnë që t'ja japin çmimin dhe në qoftë se duan ta heqin në një farë mënyre, edhe mund ta penalizojnë, po zakonisht zarfe që vinë me penalitete të rënda, ato ndodhin në moment, do me thënë janë direkte, nuk është se ndodhin më herët apo më vonë, do me thënë janë direkte. Gjithsesi, sonte kemi një natë të mbushur me shumë dinamika. Tani, pjesa tjetër që do të diskutohet sonte është diskutimi i Elionës edhe Labit. Do me thënë Labinot Rexha gjatë gjithë javës ka përdor historinë e Elionës duke e quajtur Elionën si një gënjeshtare, si një mashtruese që përdor historitë e saj vetëm për të arritur në finale dhe vetëm për të marrur klikime. Me patjetër që Eliona është lënduar jashtëzakonisht shumë nga kjo gjëja dhe sonte do ta diskutojnë që nga fillimi deri në fund së bashku me dy opinionistet, ku jam i bindur që opinionistet do të jenë në anën e Elionës, ashtu siç jam edhe unë në këtë diskutim, sepse nuk më duket e drejtë që një njeri të përdorën një gjuhë të tillë, që një njeri të përdorën një histori të tillë vetëm për disa klikime sepse pretendon në fakt që të del në prime. Mua nuk më pëlqen këtë formë të lojës që Labi ka zgjedhur, ndoshta do t'jepen dhe informacione nga jashtë për gjuhën që ka përdorur babai i Elionës, që në fakt ndoshta është ndikuar dhe me të drejtë, sepse kur ti e shikon një njeri që godet fëmijën tënd që ka vëmendjen te fëmia jot, me patjetër që ti do ndikosh edhe do reagosh, ku në anën tjetër, domethënë familja e Labit kanë reaguar për ta nxjerrur Labin nga shtëpia. Domethënë ka patur një deklaratë që Labi sonte mund të lërë shtëpinë. Në video të radhës do t'ua sjell në fakt deklaratën se çfarë ka shkruar familja e Labinot Rexhës në kuadër të gjithë gjës që është ndërtuar dhe po bëhet brenda kësaj shtëpie. Do të thënë ka dinamika të forta, ka diskutime të forta dhe të gjitha këto do të qartësohen sonte, në qoftë se zarfi i zi mund të jetë edhe një informacion realisht për banorët brenda në shtëpi, që mund të jetë videoja e babait të Elionës, i cili është lënduar jashtëzakonisht shumë nga gjuha që ka përdorur Labi. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sonte, do t'i komentojmë sonte, do të thënë është një natë shumë e gjatë, e mbushur me plot surpriza. Dua të marr mendimin tuaj në komente.